Byroja veproi sipas rregullores, ka 2 vendime për dënim deri në 7 ditë të 2 deputetëve Hoxha dhe Strazimiri dhe një dënim tjetër për 2 ditë për deputeten Deda, e cila duhet ta them që duke qenë se ishte e pranishme, u shpreh se nuk i kishte dëgjuar për lidhur me kërkesën e grupit Partisë Demokratike, nuk i kishte dëgjuar fyerën fjalë, por më pas i kishin treguar se çfarë fjalës ishin drejtuar ndaj saj. Opozitës i kanë shtëruar idet dhe ka përfunduar te vezët. Deputetët kërkues të respektimin e 165 nga ana e grupit parlamentar të Partisë Socialiste kishin prezantuar edhe video të momentit të gjuajtjes me vezë. Nuk besoj se ka ndonjë që nuk ka parë që kanë gjuajtur me vezë deputetët e Partisë Demokratike. Për fat keq, siç ka ndodhur edhe herë të tjera, Byroja e Kuvendit dënoi viktimat dhe jo shkaktarët, agresorët, në vend që dënonte kryeministrin dhe kryetarin e Komisionit Ekonomisë për fjalorin që përdorën, dënoi deputetët të cilët reaguan në përgjigje të këtij fjalori thellësisht fyes për deputetët femra, por edhe për deputetë tjerë. Një parlament i mbushur me njerëz të inkriminuar, cilët hyjnë dhe dalin sipas dëshirës sa herë që duan ata në kuvend. Ndërsa ne i nxjerrim nga dritarja, ata hyjnë dhe krekosen në kuvend nga dera. Kam goditur Ramën me atë shukun e letrës së lagur që ishte në foltore. E sqarova qartë, por zoti Balla tha që nuk i kemi pamjet filmike me zë, nuk e faktojmë dot, sepse duan të fshehin fyrjet që ka bërë Rama në drejtimin tim dhe reagimin pastaj të zotit Strazimir dhe zotit Hoxha ndaj kryeministrit, ku e goditën pastaj të 2 deputetët. Ne i sugjeruam kryetarit që një herë zgjidhte kryetari i Kuvendit që ai të marrë të paktën pamjet që janë shpërndar dje botërisht në të gjitha mediat brenda vendit dhe aty mund ta konstatoj fare mirë se çfarë ka ndodhur në atë seancë, ndërkohë që kryetari na tha se nuk gjente dot as regjistrimet që vetë Kuvendi i mban.